Franco Mastantuono te Reali Madridit. Reali Madridi ditën e sotme ka nënshkruar me talenti 17 vjeçar Argjentinas Franco Mastantuono nga River Plate. Ai debutoi në janar të vitit 2024 dhe ka treguar aftësi të mëdha si mesfushor ofensiv i krahëtomajt. Gjithashtu Franco Mastantuono ka shënuar plot 10 gole në 61 ndeshje për River Plate dhe është lojtari më i ri që ka luajtur për kombëtarën e Argjentinës. Reali Madridit paguan klauzulën për 45 milion eurosh, një shifër rekord për klubin Argjentinas. Kontrata flitet një kontratë që të jetë 6 vjeçare dhe ai do të bashkohet Realit të Madridit pas ditëlindjes së datës 18 gusht 2025. Gjithashtu Mastantuono do të luajë për River Plate dhe në Kupën e Botës për klube dhe Kupën e Copa Libertadores para transferimit të Real Madridit. Ky transferim tregon synimin e Real Madridit për të investuar te talentet e rinj dhe ketë një të ardhme për sa i përket skuadrës. Komentoni mendimin tuaj për këtë transferim, a ja vlen të shpenzosh 45 milion euro për një 17 vjeçar? Komentoni mendimin tuaj, bëni follow faqen